Të paktën dokumenti origjinal ishte më i favorshëm për Rusinë se Ukrainën, por mendoj se nën presionin e evropianëve, vendeve kryesore të Evropës, duket se Washingtoni doli me një qasje të re, sepse ukrainasit u angazhuan në bisedime me administratën Trump dhe kjo bëri që plani të ndryshoj dhe të shkoj më në favor të Ukrainës. Por ajo që duhet të kuptojmë është se ky është një plan që ofron një plan tjetër për negociata, nuk ofron paqe të menjëhershme. Është një plan që potencialisht mund të çojë drejt paqes. Dhe sikurse e thash, personalisht nuk jam i bindur se do të ketë negociata, pasi nuk besoj se Moska do të bjerë dakord mbi planin. Megjithatë, duket që Donald Trump e kërkon paqen, prandaj dhe po ushtron një farë presioni. Ukraina është një fuqi e vogël dhe për këtë bazohet tek mbështetja e Perëndimit. So I think that was probably the initial plan of at least some people in the Trump administration. Dhe tani duket se situata ka ndryshuar, siç thash, pak më shumë në favor të Ukrainës. Konstantin, ti the që me shumë gjasa kjo mund firmoset nesër, por nga ana tjetër the që Rusia nuk beson se do ta pranojë këtë gjë. Nëse arrihet vendosen të gjitha gjërat në vijën e dur, ose siç mund ta themi të gjitha yjet janë me Zelenskin ditën e nesërme dhe Putin pranon ta firmos. Çfarë ndodh pas nesër? Një parashikim jot pas nesër çfarë ndodh? I think that then they will be taught. Mendoj se nëse nënshkruhet nga të dyja palët, ata do të flasin për mënyrën se si do të kryen negociatet e ardhshme. A do të drejtohen nga amerikanët me praninë e delegacioneve ukrainase dhe ruse, apo nëse do të jetë një takim i menjëhershëm kokë më kokë mes Putin dhe Zelenskit. Çfarë do të pasojë nëse ky plan miratohet, nëse ne dëgjojmë, shohim ato që po ndodhin, pra nëse plani miratohet në Washington, sërish do të kërkoj një kohë të gjatë derisa palët të ulen në negociata. Ka shumë gjëra që janë përgatitur tashmë dhe deri tani bisedimet kanë qenë në nivel delegacionesh. Kjo është një tregues se sa teknike do t'jenë negociatat, sepse nuk është dëgjuar më parë që delegacionet e dy palëve të ulen në dy dhoma të ndryshme dhe të mos takohen kokë më kokë. Është e mundur, por nuk është dëgjuar më parë. Nëse marrëveshja, nëse plani nënshkruhet nga Trump dhe Zelenski, atëherë natyrisht do duhet edhe mirëkuptimi, nënshkrimi nga pala ruse që plani të ketë sukses. Konstantin, padyshim, ajo është kryesorja, por si mendon që do të jetë reagimi i Rusisë? Ose më saktë, ka pasur reagime deri tani nga Moska për këtë plan të ri hartuar?
Not many. Ka pasur disa, por jo shumë. Mendoj se Kremlini në thelb është shumë i rezervuar, sepse Putin dëshiron të jetë i lirë për të vepruar. Të thotë, me qenë se ukrainasit nuk pranuan për një pikë të planit, atëherë unë do të vazhdoj luftën derisa të kem një ofertë më të mirë. Mendoj se deri më sot, ajo që kemi parë nga Kremlini është se i ka qëndruar me insistim pikave të mëparshme, kërkesave të mëparshme të tij. Dhe ne, në javët e fundit, kemi parë këto kontaktet mes Steve Witkoff dhe të dërguarit rus, nuk kemi parë një plan, një reagim konkret nga Moska, por kemi parë vetëm Ukrainën që është shprehur e gatshme për ta pranuar planin. Por nga Rusia nuk ka asnjë sinjal që Moska do të bëjë një kompromis. Kjo e bën mundësinë që plani të funksionojë shumë të brisht. Dhe personalisht do të thosha, ky plan pra do të jetë në dyshim edhe nëse miratohet nga Zelenski. Pasi do të duhet, sikur se e tham, edhe konsensusi nga pala ruse, nga vetë Putin, për të filluar procesin e negociatave të paqe.